Partia Socialiste godet në zemrat e djemve dhe vajzave të Lushnjës me listat e zgjedhjeve për deputet në 11 maj. Në palestrën e shkollës Fotopuka në qytetin e Lushnjës, Partia Socialiste organizoi një takim në një mini pallat sporti të mbushur me qytetar, antar dhe simpatizant. Gjatë takimit, drejtuesja e parë e Sharkut Fier dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku prezantoi ekipin e deputetëve të Bashkisë Lushnjë, një skuadër model që përfaqëson të gjitha fushat dhe komunitetet, e bashkuar nga dëshira për të bërë më të mirën për qytetin dhe për t'u përgjigjur shqetësimeve të banorëve. Ekipi përbëhet nga Petrit Malaj, Kiduina Zaka, Asloral Haxhiu, Elton Korreshi, Maldrita Bardhu dhe Përparim Arapi. Drejtuesja Balluku i prezantoi kandidatët para qytetarëve, duke inkurajuar ata të votojnë djemt dhe vajzat e përzgjedhur për të përfaqësuar Lushnjën në Parlamentin Shqiptar për 4 vitet e ardhshme. Ajo theksoi se pas daljes së listave, qytetarët e Qarkut Fier shpesh i falenderonin për zgjedhjet e saj, duke vlerësuar se lista përbëhet nga 6 kandidat, nga të cilët 5 janë nga Bashkia Lushnjë, ndërsa ministri i financave Petrit Malaj paraqitet si miku i parë i mëzëqes. Kjo listë sipas saj tregon shpirtin e garës dhe angazhimin evropian të Partisë Socialiste, që ka përzgjedhur djemt dhe vajzat e Lushnjës me kontribut të rëndësishëm për të ardhmen.